Pika e tretë, edhe e fundit, është që kur ti e gati të bëhesh bekim për tjerë, Perëndia të bekon ty. Kur je gati të bëhesh bekim për tjerë, në fakt Perëndia të bekon ty. Edhe është ajo çfarë ndodhi me Abrahamin, në fakt për shkak se ai u bind, Perëndia bekoi kombët, edhe bekoi edhe Abrahamin. Është një poezi në fakt shumë e bukur që ishte mbështet fiks tek historia e Abrahamit, e thash ta lexoj për juve, thotë: kur ti hap zemrën për të shkuar drejt njerëzve, Perëndia hap qiellin për të ardhur drejt teje. Kur ti e gati të sakrifikosh, Perëndia është gati të të mbush. Kur ti e gati të japësh, Perëndia është gati të derdhë mbi ty bekimin e tij. Edhe ky është një koncept i bukur në fakt në Bibël. Ky është një parim që e shohim vazhdimisht në Bibël. Kjo nuk është arsye pse ne shkojmë të bekojmë tjerë në fakt në mënyrë që Perëndia na bekojë ne, por ndodh në mënyrë automatike. Kur ti je gati për të shkuar, për të bekuar njerëz të tjerë, kur je gati për të marrë koston, Perëndia të bekon. Edhe kjo ndodhi me Abrahamin. Tani, mendo pak edhe për Jezusin, pak kur fryma e shenjtë zbriti mbi të si plumb, dhe Ati tha, ky është biri im i dashur në cilin unë jam i kënaqur, kur ndodhi kjo në fakt? Kjo ndodhi në momentin kur Jezusi ishte gati të fillonte misionin e tij. Pikërisht në fillim, përpara sfidave, përpara udhëtimit, përpara kryqit. Kur ti je në mision, Perëndia të jep fuqinë e tij, e derdh fuqinë e tij në fakt e tij. Edhe Bibla thotë në fakt që ka dy lloj konfirmimesh që vijnë tek besimtari. Hebrejt 11 i përmend ta thotë, thuhet tek Hebrejt 11 thuhet se të moshmit morën dëshmi se i pëlqyen Perëndis. Po kush janë këta konfirmimet? Në fakt i pari është ky konfirmimi se ti je fëmijë i Perëndis. Edhe kjo është puna e Shpirtit Shenjtë. Në fakt Shpirti i Shenjtë ta konfirmon që ti je fëmia i Perëndis. Kurse konfirmimi i dytë në fakt ka të bëjnë me praninë e Perëndisë, e Shpirtit Shenjtë në fakt që të përgatit ty për shërbes. Ja ta ilustroj këtë në fakt, sepse më në fakt kur po ndaja ungjillin, ndoshta në herët e para me disa djem nga Lushnja. Edhe unë nuk e një nga Lushnjë që nga këtu. Do të kem kujdes çfarë flas. Është shumë interesant fakt, ato djemt ishin mjaft përgatitur, kishin mjaft pyetje të mira, edhe unë nuk jam i sigurt që mund t'i ktheja përgjigje këtyre pyetjeve. Por ajo që ndjeva tek ai takim fakt ishte një prezencë e veçantë e Shpirtit Shenjtë fakt që po më udhëzonte edhe po më drejtonte tek tema e duhur, tek shtjellimi i duhur i ungjillit. Edhe sot kur e mendoj nga mbrapa them, është e pamundur që të jetë urtësia ime, mençuria ime, ishte thjesht prezenca e Perëndisë në fakt që po e hapte atë rrugë, që po drejtonte këtë bisedë. Edhe ky është ai lloj konfirmimi në fakt që ndodh pikërisht nga Shpirti i Shenjtë, që të përgatit ty për shërbes, që të përgatit ty për të dërguar në mision. Para 2 muajsh ishim në Amerikë, edhe aty dëgjova historinë e një predikuesi famshëm me emrin Mordecai Ham. Unë si kisha dëgjuar më parë këtë emër në fakt, por si duket në Amerikë e njihshin gjithë. A kanë që e njeftu Mordecai Ham? Ma mori mend se kush e njeh atë. Po ishte shumë i njohur në fakt i viteve 1800, edhe ky shkonte nga një qytet në qytet tjetër me këto tendat e mëdha, mlidheshin me qindra mijëra njerëz vetëm për të ndëgjuar këtë. Kaq i fuqishëm, zoj fuqishëm edhe ungjilltar i madh ishte. Edhe ndërkohë ai shkon në një qytet që quhet Charlotte, edhe aty është një fushatë e madhe. E janë 2 djem, 2 adoleshent që vinë edhe ndëgjojnë zhurmën e thonë, po futemi pak brenda të këto tendat ndëgjojmë se çfarë po thot ky predikuesi. Sa futen brenda shikojnë që është plot salla, sa s'ka vend ku të shkojnë. E ndërkohë që janë bërë gati për të ikë, një vullnetar, ai që rrin aty te dera, një mik pric, i thotë, "Djema thot prisni", thotë. "Prisni. Po kërkoni vend për ju të dy?" "Prit një sekond", thotë. Futet brenda, largon njerëzit, sposton vendet, krijon 2 vende të lira për ta dhe i thret ato 2 djem që të ulen tek vendi. Atë natë, në fakt, ky Mordecai Ham, ky predikuesi, kishte një mesazh kaq të fuqishëm, në fakt, sa që të 2 djem, në fakt, vendosin t'i besojnë Jezusit në atë takim. Edhe njëri prej këtyre djemve, në fakt, e ka emrin Billy Graham. Tani, jam i sigurt, në fakt, që një pjesë e mirë këtu mund ta njohin Billy Graham. Është ungjilltari më i madh, ndoshta, i këtyre kohrave moderne. Me mijëra njerëz, me miliona njerëz kanë dëgjuar ungjillin nga ai edhe kanë ardhur në besim. Kurse personi i dytë
Ishte shoku i tij më i ngushtë, në fakt ai që e ka shoqëruar Billy Graham pothuajse nëpër çdo fushat. Ti imagjino tani në fakt, tek ajo kush është heroi kryesor i kësaj historie. Nuk është Mordecai Ham, nuk është Billy Graham, por është ai vullnetari atje. Ai vullnetari në fakt që mori iniciativën e tha, për aq kohë sa unë jam këtu vullnetar tek dera, në fakt nuk do lejoj asnjë njeri me u largu pa e dëgju lajmin e mirë. Ky është heroi në fakt, sepse sot, në ditën e sotme, në fakt është e vështirë të gjesh një Billy Graham tjetër. Është e vështirë ndoshta të gjesh një Mordecai Ham. Por, si ai vullnetari atje, jemi gjithë neve në faktu. Edhe gjithë neve në fakt. Unë shpresoj që ne secili prej nesh e ka këtë barë, siç e kishin ata vullnetarët aty në fakt, që për aq kohë sa unë jam këtu te dera, nuk do lejoj asnjë person tjetër të largohet pa ndëgjuar ngjillin, pa ndëgjuar lajmin e mirë, pa ndëgjuar për Jezusin. Krishtlindja po afrohet. Edhe unë mendoj në fakt që kohën e Krishtlindjes nuk ka ndonjë kohë gjatë vitit ku njerëzit janë më të hapur për me ndëgjuar për lajmin e mirë. Nuk ka ndonjë kohë më të mirë. Edhe lutja ime në fakt, unë shumë shpresoj në fakt që secili prej nesh do mund ta shfrytëzojnë këtë kohë që në fuqinë e Shpirtit të Shenjtë fakt të shkojmë edhe të thrasim njerëzit që të ndëgjojnë për ungjillin, për lajmin e mirë. Sepse secili prej nesh në fakt është i rrethuar nga një ambient me shok, miq që nuk e kanë dëgjuar për Jezusin. Po ku ka rast më të mirë në fakt se sa kjo? E t'i ftojmë të kjo kishë në fakt që ata të bashkohen bashkë për të adhuruar atë që sakrifikoi gjithçka për ne. Kjo është zemra e atij personit të dërguar në mision. Ky është ai gameri që është në fushën e Perëndis, duke thirrë e duke përmbush misionin që Perëndia na ka dhënë. Edhe në fund të ditës, në fakt unë shpresoj që ne do jemi ato që do themi ja, ku jemi. Na dërgon